Kanë faj pakës prindërit këtu duke u plotësuar çdo dëshirë, në çdo kërkesë, familjeve pastaj kur ata bën të pa aftë me u ballafaqur me ndonjë sfidë, me ndonjë problem. Me një realitet. Me një realitet, se jeta nuk është çdo herë si ajo petlla, po ndonjëherë ka edhe sfida, ka probleme, ka smundje, ka vështirësi, ka varfëri, e cila ka mundësi me na ndodh. Edhe ose nuk i plotësohet një dëshirë, shikojmë se si ata reagojnë disi në mënyrë të pakuptueshme. Nuk e ke plotësuar një dëshirë, atë po krizë kiameti, pse s'mu ka plotësuar kjo dëshira, po patjetër këtë. A nuk është kjo një qasje e gabuar të edukimit ndaj fëmijëve? Me siguri në aspektin pedagogjik kemi defekt si shoqëri. Menoj edhe si shoqëri në tërësi njerëzore, jo vetëm si besimtar. Për arsye se e shohna që sot lazdria ose komoditeti i tepruar ose luksi i tepruar është bën diçka normale. Shembull, po ta kthejmë atë kohën tonë, kur gjatë bajrameve kur na është blen një tesh, unë s'po them me u kthi ajo kohë, ne e kemi rujt ato tesha deri në sabah, po kupton ç'ish kemi vesh. Shembull, sot një fëmijë jonë, hoxha, i ka gjatë javës ndoshta i blen ka 2-3 tesha. Ose shembull gjatë ushqimeve, ai nuk di mos çka është e mira. Për arsye se këto hajet e shpejta Facebook që i thonë, shembull, ai ka të përnaçme. Pastaj lojrat, ai nuk e di shembull çka është mos me pas lojën. Ne në kohën tonë, po them, një top futbolli kush e ka pas, në lagjet tonë, aty ku kemi luajtur si fëmijë, ai akon në gjuhën e shkopjanëve, ai akon kryesori glavni i kanë thonë. Ai kur ka dashur e ka ndreq lojën, ai kur ka dashur e ka prish lojën. Ai ka marr topin dhe ka shkuar te shtëpia. Edhe kur ai akon referi, ai akon organizatori, ai gjithçka. Ai e ka por ekipin. Ai saktoj kush ka me kon gollman, kush ka. Ai akon ekipën më të mirë ka marrë, edhe ai fituesi akon gjithnjë. E shembull sot fëmijët e tani kanë jo një top, po kanë top të futbollit, të basketit, të handbollit, të gjitha sporteve të cilat. Edhe shef që sot ai në momentin që ne nuk ja plotësojmë një dëshirë, automatikisht ai atë dëshirën e zë nevojë. Jo luks, jo diçka që është fakultative. Jo diçka kemalia që thotë. Po, fakultative. Po ai është diçka të patjetërsueshme. Esenciale. Edhe në momentin që ai e konsideron këtu, ai atë me një fjalë ai mund zot na ruaj të bjerë në depresi. Shumë bëvëm s'po ka. Neve na ndodh, për shembull tash ka shëtitje të ndryshme me klubet e sporteve, edhe vjen fëmia, për shembull thot babu ne du me shku në filan sportin. Me shëtitje, shembull përgatitje sportive. Po sa kush ana me përgatitje, shembull të thotë ai 300 euro. Tash pak e kuptim me gjet me dosinë, është një jetë pak më e vështirë, mundshim të thon, për momentin vallai nuk është e mundur. Edhe ai thot, ai me një familje e varfër, ai me një familje e cila nuk mund mi, shembull, ai është diçka jo esenciale, jo e patjetërsueshme, ai e shtit të gjonat e patjetërsueshme, automatikisht te ai formohet e fëmia, formohet një fobi ose një ankth që ai është një familje e skamnore e varfër. Edhe këtu e hupat besimin ose vetbesimin edhe ai. Edhe vetvlerësimin. Shumë problem është se rinia shpejt e humb vetvlerësimin e vetes. Do të thonë fillon ta nënvlerëson veten kur e sheh se sa të kalon ndonjë sfidë, ndoshta është sfidë shumë e vogël, por ai nëse dështon, atë automatikisht e ka planeu vetbesimi i ulët, nuk e vlerëson vetveten e tij edhe pastaj vijnë pasojat tjera, si tha përmendja ti ato, nga aspekti psikologjik, edhe smundjet e tjera, stresi dhe ankthi dhe depresioni dhe këto gjëra tjera. Po dyshim, domethënë sot bish mos me pas një telefon fëmia, shumë ka dalë në trend, ta ke se X telefonin që ka dalë më i riu. Mos i bëjmë reklamë. Po, edhe tash i ka dëshira i ta ke se në dorën e tij, në momentin që prindi i shkret nuk e ka mundësin të realizoje, ai njihet indiferent prej shoqërisë, ndihet i përjashtuar, i nënshmuar, që realisht unë bëjmë shpeshherë edhe me fëmijët e mi, hoxha, mundona këtë hadith me ja u përdor atyre, më them kështu, nuk është me rëndësi çka nuk posedon, me rëndësi çka posedon. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, bëu i kënaqur me atë çka Allahu ta ka dhënë, do të jesh njeriu më i pastër. Më i pastër. E njeriu mëngjes kur çohet, unë edhe një apel ja kisha dhënë edhe të rive ton, nëse ndëgjojnë këtë me siguri do t'ju bjerë në sy edhe në vesh. Mëngjes kur çohesh, nëse do me qenë i lumtur, numëroj gjanat të cilat i posedon. Unë posedoj shëndet, unë posedoj sot
rahati, nuk kam një breng shëndetësore, nuk kam diçka tjetër, numëroj të mirat, të tashim që i shumë i pasër. Në momentin që vallai kemi fillu unë se posedoj një jahtë, nuk e posedoj një vetur, shembull në trendit ose një telefon X. Nuk e posedoj një villë ndeti, nuk e posedoj një aeroplan. Automatikisht ti nuk do ta shijosh atë të cilën e posedon. Shembull, edhe në qoftë, edhe një shator në qoftë. Momentin që ti nuk kemi shiju ata, nuk kemi ditë vlerën s'ki për ta ditë me shiju. E unë mendoj që këtu është defekti më i madh për arsye se ne i ushqim me gjona fakultative ose nafile që themi ne, kur vjen pasaj ai te gjonat që janë patjetërsueshme, ai s'di me bë dallimin, cila është e patjetërsueshme dhe cila është diçka luks edhe jo e nevojshme. Se aty duket esenciale edhe kryesore për jetën e tij.